Presidenti Donald Trump njoftoi planet për tarifa gjithëpërfshirëse reciproke të mërkurën, duke thënë se vendi është plotëskitur dhe përdhunuar nga kombet e tjerë. Nga 180 vendet, përfshirë aleatët e SBA-s që tani po goditen me tarifa akmarrëse, Rusia nuk është në listë. Pas njoftimit në kopshtin e trëndafilave të Trump, Rusia nuk është në këtë listë sepse sanksionet nga lufta në Ukrainë tashmë e kanë bërë tregtin midis dy vendeve zero. Ukraina është shkatruar nga lufta, do të përballet me një tarifë akmarrëse prej 10%. Përveç kësaj, shumë ish satelit dhe republika të tjera ish sovjetike janë gjithashtu në listën e Trumpit. Bielorusia, Kuba dhe Korea e Veriut janë vendet e tjera që nuk do të përballen me sanksione amerikane për tarifat reciproke. Megjithatë, Irani dhe Siria gjithashtu duke u përballur me embargo dhe sanksione të rënda u goditën me tarifa shtesë të mërkurën prej 10 e 40% respektivisht. Pse u fal Moska? Trump i tha NBC News të dielën se nëse Rusia dhe unë nuk jemi në gjendje të bëjmë një marrëveshje për të ndalur gjakderdhjen në Ukrainë dhe nëse mendoj se ishte faji Rusisë, unë do të vendos tarifa dytësore për naftën për të gjithë naftën që del nga Rusia. Jun Dy, profesori ekonomist në Aston Business School, i tha Newsweek kohët e fundit se tarifat dytësore që përmend Trump janë pa aq të fuqishme. Tarifat dytësore mund të jenë një mjet i fuqishëm detyrues kundër Rusisë duke synuar vendet e treta ose kompanitë që ridrejtojnë mallrat e kufizuara, për shembull teknologjitë me përdorim të dyfisht në Rusi. Ato dekurajojnë evazionin e sanksioneve nëpërmjet ndërmjetësve, rrisin koston e të bërit biznes me Rusinë, pasi ato janë veçanërisht të rëndësishme për të ruajtur sanksionet ekzistuese. Rrjetet paralele të importit, kjo mund ta shtyjë Rusinë ti nënshtrohet ndërhyrjes së armëpushimit të Trumpit në luftën Rusi-Ukrainë, thekson ai.